Rritja e pagave në Shqipëri vjoi trendin pozitiv në terma nominal, por kur korrigjohet për inflacionin, paga reale për punonjësit mbetet dukshëm e ulët. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se ndeku mes pagës nominale dhe asaj reale është zgjeruar ndjeshëm nga viti në vit, duke reflektuar presionin e vazhdueshëm të çmimeve mbi të ardhurat. Në 3 mujorin e parë të vitit 2026, paga mesatare mujore bruto arriti në 90.119 lek, me rritje vjetore 9.6%. Në 5 vite paga nominale u rrit me 60%, por e njëjta pagë e matur me fuqinë reale blerëse rezultoi në 3 mujorin e parë të këtij viti 73.822 lek me rritje vjetore në 7%. Hendeku ndërmjet pagës reale dhe asaj nominale arriti në 16.297 lek më shumë se 170 euro në 3 mujorin e parë të 2026-s, me një zgjerim rreth 23% nga e njëjta periudhë e 2025-s. Diferenca mes pagës nominale dhe asaj reale ka ndjekur një trajektore rritëse. Në fillim të vitit 2021, hendeku ishte vetëm 1.224 lek. Kjo diferencë u zgjerua ndjeshëm gjatë vitit 2022, duke kaluar mbi 6.600 lek në fund të vitit, në një periudhë kur ekonomia u përball me rritje të fortë të çmimeve. Në vitin 2023 dhe 2024, ndonse pagat vijuan të rritën, edhe inflacioni mbetet një faktor i rëndësishëm, duke bërë që diferenca të thellohet më tej. Ulmi i këtij hendeku arriti këtë vit, pasi në 3 mujorin e parë të 2026-s, diferenca mes pagës nominale dhe reale arriti në 16.297 lek, niveli më i lartë i regjistruar. Duket se rritja e pagave në vetvete është bërë shkak për rritjen e çmimeve. Politika e pagave si në sektorin publik dhe në ato e privat nuk është mbështetur nga faktorët e produktivitetit, por nga presionet në tregun e punës dhe nga emigrimi i fortë i punonjësve. Në këto zhvillime, po goditën rënd pensionistët ndaj të cilëve nuk ushtron politika të tjera përveç indeksimeve me inflacionin mesatar.